Qeveria miraton leje ndërtimi për bashkëshorten Altin Hajri, të njohur në botën e krimit, i cili prej kohësh është në kërkim nga SPAK. Viron Robaj, skafisti që i mori jetën 28 personave në janar të vitit 2004, ka marrë miratimin e qeverisë për të ndërtuar 2 kulla në qytetin e Vlorës. Edhe pse metri katror është mbi 1.700 euro, banorët në zonën e ish aviacionit përballen me gropa në rrugë dhe pellgje uji. Kjo pasi kompania ndërtuese nuk merr përsipër shtrimin e rrugës. Një peshkatar në Vlorë është kthyer në Herong për një turist grek, i cili përfundoi në ujërat e detit të Vlorës për shkak të një aksidenti me parashut. Eksportuesi Cons është rritur me 71% eksporti i zerzavateve, sipas tyre vendet e lindjes dhe ato baltike preferojnë lakrën shqiptare. Zonja dhe zotrinj, përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin informativ, këtu në TV dhe u. Altin Hajri, një emër i njohur i botës së krimit, është ende në kërkim nga SPAK, pavarësisht kësaj në mbledhjen e 26 marsit, Këshilli Kombëtar i Territorit dhe Ujit ka miratuar leje ndërtimi për godin, banimi dhe shërbimi me 18 kate, ku kompania zhvilluese është subjekti Pjeza 2022 në pronësi të bashkëshortes së tij, Valentina Hajri. Në Shqipëri skandalet nuk njohin kufi. Teksa Altin Hajri, një nga emrat e njohur të botës së krimit në Shijak, është në kërkim nga SPAK për një sër ngjarjesh kriminale, qeveria ka gjetur një mënyrë tjetër për t'u treguar bujare. I ka dhënë gruas së tij leje për ndërtimin e një pallati 18 katësh në Durrës. Në mbledhjen e 26 marsit, Këshilli Kombëtar i Territorit dhe Ujit, i drejtuar nga kryeministri ose në mungesë të tij zëvendës kryeministrja Belinda Balloku, ka miratuar lejen për ndërtimin e një godine banimi dhe shërbimi me 18 kate mbi tokë dhe 3 kate nën tokë në qytetin bregdetar. Projekti zhvillues është firma Pjeza 2022, e cila rezulton të jetë në pronësi të Valentina Hajrit, bashkëshortes së Altin Hajrit. Altin Hajri nuk është emër i panjohur për drejtësinë. Ai ka qenë i akuzuar për rrëmbimin dhe vrasjen e Jani Prengës në janar të vitit 2020 dhe fillimisht u dënua me 7 vite burg, por më pas apeli i shpalli të pafajshëm. Përveç kësaj, ai ka qenë i hetuar dhe arrestuar për trafik heroine dhe aktivitete të tjera kriminale, por gjithmonë ka arritur të shpëtojë ndëshkimit. Sipas raportimeve mediatike, Hajri dyshohet se është mbrojtur nga ish deputeti i Partisë Socialiste Ergjys Shyrbia, i cili madje edhe e ka strehuar në shtëpinë e tij gjatë kohës që kërkohej nga policia. Ndërkohë, në janar të këtij viti, firma e bashkëshortes së tij, Pjeza 2022, pezulloi aktivitetin e saj pa afat të përcaktuar. Megjithatë, 2 muaj më vonë, KKT-ja miratoi një leje ndërtimi për një pallat shumë katësh për të njëjtën kompani, pavarësisht se pronari i saj rezulton të jetë në kërkim nga drejtësia. Nga sekuestrimet tek favorizimet, resorti i njohur Golden, i lidhur me Hajrin, u sekuestrua nga OFL, por më pas gjykata e hoqi sekuestrën duke ia kthyer familjes së tij. Emri i tij është përmendur shpesh në raportet e policisë dhe SPAK-ut, por pavarësisht kësaj, qeveria vijon të lejojë zhvillimin e biznesit të familjes së tij. Ky rast shton edhe një herë dyshimet se në Shqipëri ligji vlen vetëm për të dobtit, ndërsa ata me lidhje të duhura jo vetëm që i shpëtojnë drejtësisë, por marrin edhe leje për pallate në mes të qytetit. Viron Robaj, skafisti i tragjedisë 9 janarit të vitit 2004, ku mbytën 28 shqiptar në Otranto, tashmë është ndërtues dhe ka fituar 2 leje ndërtimi nga qeveria, bëhet fjalë për 2 kulla, 20 dhe 21 kate. Po të mos ishte e vërtet, do të dukej si një histori groteske, por jo, kjo ndodh vetëm në vendin tonë. Viron Robaj, skafisti i tragjedisë 9 janarit 2004, ku mbytën 28 shqiptar në Otranto, sot është ndërtues kullash në Vlorë me bekimin e qeverisë Rama. Në mbledhjen e fundit, Këshilli Kombëtar i Territorit miratoi mes të tjerash 2 leje për ndërtime masive në qytetin bregdetar. Njëra prej tyre është Fletironov Vlora, një kompleks me 2 kulla, 20 dhe 21 kate, në rrugën Dimitër Konomi, ndërsa tjetra për një godin banimi dhe shërbimesh me 12 dhe 13 kate. Sipas medjave, të dyja këto projekte janë marrë nga një bashkim kompanisht, Kumi Konstruksion, Semajo dhe Eva Construction, kompania e krijuar në vitin 2022 nga as më pak e as më shumë se Viron Robaj. Nëse ky emër tingëllon i njohur, është sepse Robaj nuk është një biznesmen do si do. Ai është skafisti që u dënua me 25 vite burg për tragjedinë e 9 janarit, ku një skaf me shqiptar që përpiqeshin të arratiseshin drejt Italisë u mbyt në Otranto. Pas arrestimit në Itali dhe ekstradimit në Shqipëri, ai ja doli të ul dënimin e tij dhe sot jo vetëm që është i lirë,
por është edhe ndërtues i pasurive të paluajtshme me leje të firmosur nga shteti. Në një Shqipëri ku të rinjt vazhdojnë të ikin masivisht, një njeri që dikur çonte drejt vdekjes, sot ndërton për ata që ende nuk kanë gjetur një mënyrë për t'u larguar. Qeveria, që predikon luftë kundër krimit, i jep leje ndërtimi një trafikante njerëzor të dënuar, mbase në këtë histori, e vetmja gjë që rilindi me të vërtetë është paturpësia. Një kull 16 katëshe do të ndërtohet në afërsi të shkollës Emin Duraku në kryeqytet. Banorët janë shprehur të shqetësuar për këtë ndërtim që është në shkelje me ligjin urbanistik. Ata thonë se pas këtij projekti fshihen emra të njohur të politikës dhe biznesit. Duket se nuk ka qenë Erion Veliaj, shiu që rriste kërpudhet në Tiranë, pasi tashmë që kryebashkiaku nuk ndodhet i pranishëm në zyrë për të firmosur, një kull e re do t'i shtohet Tiranës me firmën e Belinda Ballukut. Janë vetë banorët e njësisë numër 5 dhe prindrit e nxënësve të shkollës Emin Duraku, të cilët kanë ngritur alarm për një kull 16 katëshe që të rrezikojë jetën e komunitetit. Kulla pritet të ngrihet mes 3 pallateve ekzistuese dhe në një distancë të frikshme për vetëm 7 metrash nga shkolla. Banorët akuzojnë zëvendës kryeministre Belinda Balluku për firmosjen e kësaj lejeje në kundërshtim të çdo ligji urbanistik dhe paralajmërojnë kallëzim penal në SPAK. Sipas dokumenteve të siguruara nga banorët, ndërtesat ekzistuese pranë rrugullit, ku do të ngrihet kulla, janë ndërtuar në vitet 30 dhe kanë strukturë të brisht. Ekspertët paralajmërojnë se çdo gërmim për themelet e kullës mund të shkaktojë çarje ose shembje të menjëhershme. Por pavarësisht kësaj, firma e ndërtimit ka nisur punimet duke shkaktuar reagime të forta nga komuniteti. Dje në mëngjes, banorët dhe prindrit e nxënësve u mblodhën në një protestë urgjente duke kërkuar ndalimin e punimeve. Ata thirrën policinë dhe inspektoratin e mbrojtjes së territorit, të cilët mbërritën në vend ngjarje, por ndërhyrja e tyre ishte më shumë simbolike se sa penguese për projektin. Sipas investigimeve, pas këtij projekti, fshihen emra të njohur të politikës dhe biznesit, ish-ministrja Elvar Margariti dhe Agron Lufi, profesor i arkitekturës dhe një herësh Daja Isaj, përmenden si bashkëpërfitues të këtij ndërtimi. Pronarët e kompanisë që po zhvillon projekti janë Gentian Paruca dhe Fation Alliu, ndërsa në prapasken përfliten edhe emra të tjerë me ndikim në sektorin e ndërtimit dhe politikës, si Elvis Roshi. Ky trull ka qenë subjekt i kërkesave për ndërtim për më shumë se 20 vjet, por më parë lejet janë refuzuar për shkak të pozicionit të ndjeshëm pranë shkollës dhe karakterit të zonës. Megjithatë, një ndryshim i fundit ligjor i miratuar nga qeveria ka lejuar shmangjen e rregullave urbanistike për projekte të konsideruara strategjike. Kjo ngre pyetjen: çfarë strategji fshihet pas një kulle 16 katëshe mes pallateve dhe shkollës? Burime brenda komunitetit pohojnë se plani fillestar i shkollës Emin Duraku është ndryshuar për të krijuar artificialisht hapësirë për ndërtimin e kullës. Ky ndryshim nuk mund të ketë ndodhur pa miratimin e zyrtarëve të lartë dhe projektuesve të lidhur me interesat ndërtimor. Banorët kanë një kërkesë të thjeshtë për zyrtarët që firmosin këtë leje, të jetojnë vetë në apartamentet pranë shkollës dhe të përjetojnë pasojat e këtij vendimi, ndërsa për profesor Agron Lufin, ata propozojnë një leksion të hapur për studentët e arkitekturës me temën si të shkatërrosh një komunitet përmes korrupsionit dhe babëzisë. Rrugë të mbushura me gropa, e pamundur të kalosh në këmbë dhe makinat që shkatërrohen. Kjo është pamja në hyrje të bllokut të pallateve në fushën e ish aviacionit në kryeqytet. Banorët e zonës shprehen se firma ndërtuese IBNSHPK nuk merr përgjegjësitë përsipër për shtrimin e rrugës, duke konsideruar këtë si një detyrë të bashkisë. Në kohën kur kryeministri Rama po përsërit refrenin se Shqipëria do të bëhet si e gjithë Europa, është shqetësuese që ende shumë zona të qytetit si ish fusha e aviacionit po përballen me kushte të papranueshme infrastrukturore. Prej 6 vitesh tashmë nuk është vend dorë në rrugën që lidh hyrjen e bllokut të pallateve në ish fushën e aviacionit me rrugën kryesore. Rruga është e mbushur me gropa që gjatë shirave krijojnë pellgje me ujë, ku është e pamundur të kalosh në këmbë dhe jo vetëm. Makinat po shkatërrohen nga tronditje dhe po nxjerrin 1000 probleme ditës. Sipas banorëve, firma ndërtuese IBNSHPK nuk merr asnjë përgjegjësi për shtrimin e rrugës, duke konsideruar atë si një detyrë të bashkisë, ndërsa kjo e fundit pohon se përgjegjësia i takon firmës. Ndërkohë, ankesat e banorëve për zgjidhjen e këtij problemi, si nga ana e pronarit të pallatit ashtu edhe nga bashkia, kanë rënë në vesh të shurdhër. Ironikisht, pavarësisht nga kushtet për të ardhur turp, çmimi i apartamenteve në këtë zonë varion nga 1500 deri në 1700 euro për metër katror, ndërsa qirat shkojnë rreth 400 euro në muaj. Me sa duket, rrugët e mbushura me gropa dhe pellgje uji
nuk janë pengesë për çmimet që garojnë denjësisht me ato të qyteteve perëndimore. Një turist grek pësoi një incident të rëndit të nedijshme gjatë një hedhjeje me parashut ku përfundoi në det në zonën e Vlorës. Ishte një peshkatar i zonës i cili shpëtoi turistin duke nxjerrë atë nga uji dhe duke i dhënë ndihmën e parë. Një turist grek ka pësuar një incident të rënd gjatë një hedhjeje me parashut pasi ka patur probleme teknike dhe ka rënë në det në zonën e Vlorës. Sidoqoftë, një peshkatar, pavarësisht moshës së tij dhe kushteve atmosferike, ka reaguar menjëherë duke u nisur me gomonen e tij për ta shpëtuar parashutistin. Në kushte shumë të vështira, ku parashuta ishte ngatëruar dhe mbështjellë rreth trupit të turistit, peshkatari ka treguar guxim të jashtëzakonshëm duke nxjerrë personin nga uji dhe i ka dhënë ndihmën e parë. Ky veprim heroik tregon se Shqipëria ka ende individ të jashtëzakonshëm, të gatshëm të ndihmojnë në situata të rrezikshme dhe të bëjnë gjithçka për të shpëtuar jetë pavarësisht kushteve të vështira. Mesazhi i qytetarit: Përshëndetje, një turist grek, duke u hedhur me parashut, ka pasur probleme teknike dhe ka rënë në det në Vlorë. Zotëria, peshkatar, pavarësisht se në moshë, nuk hezitoi të shkonte me gomonen e tij dhe ta nxirrte nga uji në kushte shumë të vështira. Pasi parashuta ishte mbështjellë dhe ngatëruar në trupin e parashutistit, Shqipëria ka nevojë për heronj si ky peshkatar. Në 2 mujorin e parë të këtij viti, eksportet e zarzavateve u rritën me 71%. Eksportuesit thonë se ka një kërkesë të shtuar për lakrën shqiptare, sidomos në vendet e lindjes dhe ato baltiket. Në 2 mujorin e parë të vitit 2025, eksportet e zarzavateve shqiptare kanë shënuar një rritje të ndjeshme, duke reflektuar ndikimin pozitiv të klimës së ngrohtë dhe kërkesës gjithnjë në rritje nga vendet e lindjes dhe ato baltike. Sipas të dhënave zyrtare nga Instat, eksportet e zarzavateve janë rritur në janar-shkurt 2025 me 71%, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, ndërsa eksportet e frutave kanë regjistruar një rënje prej 48%. Klima e këtij viti ka favorizuar rendimentin e perimeve dhe zarzavateve të dimrit, duke sjellë një sezon të mbar për lakrën. Rrush Dikoni, eksportues i njohur i produkteve bujqësore, theksoi se ka pasur një rritje të konsiderueshme të kërkesës për lakrën shqiptare, sidomos në vendet e lindjes dhe ato baltiket, përfshirë Bullgarinë, Poloninë, Ukrainën, Moldavinë, Letoninë, Lituaninë dhe Estoninë. Sipas Konit, 2 faktorë kanë kontribuar në këtë rritje. Kërkesa dhe çmimi i lakrës janë ulur njëkohësisht. Lakra është një produkt bazë në kuzhinat e Europës lindore, por prodhimi i brendshëm në këto vende ka qenë më i ulët se zakonisht, duke nxitur kështu kërkesën për import nga Shqipëria. Një nga avantazhet kryesore të eksportit të lakrës është ajo që rritet natyrshëm gjatë dimrit dhe nuk kërkon investime të mëdha, siç është rasti me sera. Shqipëria po eksporton 2 lloje lakrash, lakrën për sallat dhe lakrën me kokë, të cilat përdoren për gatime të ndryshme. Lakra me kokë eksportohet kryesisht në Serbi, Kroaci, Austri dhe Bosnjë, ndërsa lakra për sallat shkon në vendet baltike. Në rajon, Shqipëria është eksportuesi më i madh i perimeve dhe zarzavateve, veçanërisht i domateve dhe kastravecave të serave. Sasia më e madhe e eksporteve të zarzavateve ka shkuar në Serbi, me një rritje prej 86% në shkurt krahasuar me vitin e kaluar, pasuar nga Bosnja 1600 tonë eksporte me rritje 23% dhe Kosova 1500 tonë eksporte me rritje 35%. Eksportet në Bullgari dhe Poloni kanë pësuar një rritje të shkëlqyer me 95% dhe 144% respektivisht. Lushnja, Divjaka, Fieri, Vlora dhe Shkodra janë disa nga rajonet më të mëdha të prodhimit të lakrës këtë sezon dhe gjithnjë më shumë fermer po zgjerojnë sipërfaqet e mbjella për t'u përgjigjur kërkesës në rritje. Ky sezon tregoi se Shqipëria ka potenciale të rrisë më tej eksportet e produkteve bujqësore, duke shfrytëzuar klimën e favorshme dhe kërkesën ndërkombëtare për produkte me cilësi të larta si lakra. Greqia është goditur nga kushte të rënda atmosferike. Një emigrant shqiptar që jeton atje ka dërguar pamje në redaksin ton nga momenti kur qyteti i Paros u përfshi nga një shi i furishëm që mori përpara automjete duke shkaktuar dëme të shumta materiale. Kushtet e rënda atmosferike goditën pjesën më të madhe të Greqisë pas ditën e së hënës më 31 mars. Në veçanti problemet atmosferioze janë raportuar në ishujt Siklade, ku rreshjet e dendura kanë shkaktuar dëme të mëdha. Në Paros, veçanërisht në Naosa, intensiteti i shiut krijoi rrëkete furishme që morën përpara automjete dhe shkaktuan shkatërime të konsiderueshme materiale.
Një mesazh nga sistemi alarmet emergjent 112 u dërgua pak para orës 17:30 minuta për personat në ishull duke ndaluar lëvizjen e automjeteve. Lëvizja e automjeteve në rrjetin rrugor të Parosit është ndaluar për shkak të kushteve të rënda atmosferike. Përjashtohen vetëm automjetet emergjente, thuhej në mesazh. Ndërkohë një emigrant shqiptar që jeton atje ka dërguar një video me pamjet apokaliptike të përmbytjeve. Përshëndetje, moti i keq në Ausa, Paros, Greqi. Videon e kam për vet, jetoj këtu, faleminderit. Zonja dhe zotrinj, ka qenë kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, bashkë në takofshi.